Gati 1 miliard euro borxhe të bizneseve do të hiqen nga regjistrat shtetëror me hyrjen në fuqi të projektligjit për fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore më të vjetra se 10 vite si pjesë e paketës fiskale. Ministri i Financave Petrit Malaj, gjatë prezantimit në kuvent të skemës dhe përfituesve, tha se në total janë 202.000 tatimpagues që nuk kanë shlyer detyrimet dhe mbi 60% e tyre rezultojnë pasiv. Para vitit 2014 ka qenë 100 miliard lek. Detyrimet deri më 31/12/2024 janë 160 miliard lek. Përveç fshirjes së plotë të detyrimeve mbi 10 vite të papaguara, projektligji parashikon edhe falje të detyrimeve më të reja, por me kusht që tatimpaguesi të paguajë një pjesë të tyre. Në falje nuk përfshihen detyrimet e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Borxh mbi 10 vjet është rreth 20% e borxhit, ndërkohë që nga 5 deri në 10 vjet përbën rreth gjysmën e borxhit, pra 45%. Ministri deklaroi se do të përfitojnë të gjithë tatimpaguesit përveç atyre që janë në proces hetimor ose gjyqësor, ndërsa theksoi se kjo nuk është amnisti fiskale. Dhe nuk kemi në kushtet e amnistie fiskale e cila mund të jetë diskutuar përpara 2 vitesh. Malaj theksoi se marrëveshja e paqes fiskale e cila do të zbatohet për periudhën 2026-2028 synon nxitjen e deklarimeve të rregullta për bizneset që dëshirojnë të përfshihen në këtë marrëveshje vullnetare. Synon korrigjimin dhe rritjen e deklarimeve të rregullta duke mbrojtur 8 projektligjet e paketës fiskale 2026. Kreu i Financave tha se ato nuk rrisin taksat, por përmirësojnë marrëdhëniet mes tatimpaguesve dhe administratës tatimore, duke parashikuar kompensim të TVSH-s për fermerët dhe ulje të barrës tatimore për familjet. Parashikojmë që minimalisht 1.5 miliard lek do t'ju mbeten në duar fermerëve. Ministri Malaj njoftoi se nga 1 janari 2026 do të hyjnë në fuqi ndryshimet e çmimeve të referencës në rrethe, si edhe projektligji për rivlerësimin e pronave me tatim të reduktuar. Duke i parafruar ato me vlerat e tregut, por nga ana tjetër do të kenë mundësi që ta kryejnë këtë rivlerësim me një normë të reduktuar tatimore në masën 5% nga 15% që është aktualisht. Paketa fiskale parashikon gjithashtu masa të reja kundër informalitetit, përfshirë kufizimin e pagesave cash. Ministri Malaj deklaroi se vitin e ardhshëm nga kompensimi i shpenzimeve për fëmijët nën 18 vjeç përmes deklaratës DIVA, efekti financiar llogaritet 15 milion euro.